Kjo është shqetësuese për neve çka ashtu ndodh. Procesi është në përfundim, në shkurt vetëm janë dëgjimet nga ana e prokurorisë, nga ana e mbrojtjes dhe një pjesë kanë me folë edhe ish lider tan, po debati publik në Kosovë ka dështuar komplet domosdoshmë. Nga fillimi. Ka dështuar për çka është? Nga fillimi, ky proces është keq menaxhuar si në aspektin juridik, si në aspektin politik, si në aspektin moral. Domthonë institucionet e Kosovës kanë dështuar këtë aspekt, edhe kjo është një e vërtetë e hidhur që ne duhet ta themi troç se nuk mund të ikmi kësaj. Deri më sot, po kalojnë 5 vite, e që vërtetë janë shumë mirë, ne deri më sot s'kemi pas asnjë strategji shtetërore për procesin që po bën Hag. Nuk kemi pas asnjë zonë unifikues. Dhe as politikisht nuk kemi qenë të unifikuar për diçka. Pra sot ki akter të afërt me pushtetin që dalin dhe krijojnë opinione të falsifikume, këse ata janë veç individ, nuk janë më çk, nuk po dënohet çk, apo kjo është para përgatitje për opinionin publik që zot mos e bën nëse ndodh dënimi, më thon, jo, kjo sop. A di pse? Se kanë dështuar politikisht. Shteti i Kosovës në këtë proces, e them me bindje të plot, si në aspektin juridik që jam jurist, ka dështuar mi mbrojt krerët ton në Hag. Absolutikisht ka dështuar domon. Kjo është prapavi e qëllimshme edhe për ata i sheh tash javën e fundit disa akter oponent politik që dalin edhe bojnë opinione duke thonë që edhe nëse dënohen janë individ, këta janë vetëm mbështjellë me flamurin e ÇK-s, këta nuk janë ÇK apo na mendoje. Sot kur po flasim mas 5 vite në burg, emri presidentit Hashim Thaçi ende lakohet për përfitime personale dhe politike. Para mendoni njëri është që 5 vite mbyll mbrana qelive, në 12 metra katror, sot kanë ende ftyrë disa oponent politik edhe disa analistë që përmendin emrin Hashim Thaçit. Me të vërtetë kjo është shqetësuese. Po, zoti Qeriçi, nëse flasim pra